pse u morë vendimi për 16.1% mashtrajnë për energjinë elektrike për krejt konsumatorët? Pak është, diçka është regullet që dhe ndohë në Kosovë, çdo vjetë, do me thonë fund vitit barazohet, do me thonë kejtë operatorë që janë në Kosovë, po mundohen me thjeshtu më shumë, ku para zërëje si të regojnë cilat janë ato të hyrat maksimalet lejura, që ka pas DVM gjatë vitit, so ka kushtu, so ka rrymer, edhe në fund kur barazohen, tash, nëse ishe lexon komplet, tre operatorë që i kanë dërgu në zërëje, shet që është një 80 milion që po mungon. Tash arsye është ku me gjithë atë 80 milionëshën. Edhe si pas metodologjisë që e përdorë zëreja, metodologjisë që dhe ne përdorin të gjithë regulatorit, ku e tregu regulum, duhet më shajtu. Edhe atë barën e shtajtimit e marrin konsumatorët, e cila ndahet në mënyrë barabartë. Po tash janë këtu me 16... Konsumatori është ndoshta adresa e parë për me i lyp këto humbje. Zakonisht kjo metodologjia, kështu funksionojnë këtë tregjet e rregullume. Ne jena tregje rregullum, tash nëse bëhet i liberalizimi tregut, është operatori ty ta ofron ti e zgjedh operatorin, se është i rasti, ndashta nuk ka rasti më i mirë me përmend, po është rasti si funksionojnë kompanitë e telekomit. Pa ajo që e vrejmë është nëse merr pasqyrën edhe raportin e zëres për vitin 2024, që është raporti ku është sektori energjisë. Qka vrejmë në raport, e vrejmë që... Kemi monopol në Kosovë, nuk është... Jo, është monopoli, po prapë se prapë, qka vrejmë nëse e lexojmë këtë raport? E vrejmë që raportin nëse e lexojmë shikjen pare, e vrejmë që prodhimi i kekut të rritë për 20%. Bëre jetë ose burimet e reporteshme, kam pasë prodhim matë vogël. Humbjet teknike dhe komerciale kanë ra për 5%, që o barë konsumatorit, edhe çmimi importit ka qenë 6 euro më i lirë so vitin para prak. Edhe tash, kër i kek, i ki 4 variabla këto, të thu si vjetë, po do këmë na u liru çmimi. Po që ka ndodhë? Na jena të e paguë çmimin e dështimit kekut. Keku ka prodhue energji ma shumë so vitin para prak, po ka prodhu kur energjia ka qenë lirë, kur ka prodhu për me po profit për veti. Nëse ishe 6 mujtë e dimnit, kur dijet gjatë verës, tregu ndërkombëtar, nëse shkon tash faqet të Hupeksit, se zakonisht qeveria e merr si referencë Hupeksit. Po, Hupeks ma shumë tregtohet. Eshe veç nesër. Bursa e Hungarisë. Po, nesër 6 orë, pe orës 11 deri në ora 4, çmimi i tregtimit të energjisë me minus. Do të thonë se merr ti energjia atje pare. Po. Do të thonë, çka e bjen kjo? Në 5 muaj prill deri në 7 orë, zakonisht për shkak të burimeve të riportreshme, shkrirja e borës e bjen i hidrocentralet i ka nevojë të alshojnë ujin edhe të prodhojnë më shumë, i rrezat e diellit dhe shfillojnë edhe prodhimi për solarëve. Kjo është koha optimale, kur zakonisht edhe përpara për 25 vjet sa ka ekzistuar keku mas lufte, janë bërë remontet e kekut, që mu përgatit për dimën. Gjatë periudhës në nxehtë. Gjatë periudhës ku edhe çmimi i importit bjen, edhe kur ka nevojë edhe konsumi në Kosovë bjen. Nëse marrëm vitin para prak